Ku luftu korrupsioni? Ky nuk po të le me bu kryeprokurorin e shtetit. Unë jam jurist me profesion. Ç'është mundesh me e luftu korrupsionin ku ti si shtet nuk i tash po bën 4 vite aso që nuk i kryeprokuror? Pse s'ki kryeprokuror? Ky kryeministri në detyrë del në foltorët Kuvendit të Republikës së Kosovës sot kjo mone ky ose ai nuk bëhet. Harron për një moment s'bëhet kryeprokuror. Harron për një moment që pushtetet këtë vend janë të ndara. Janë të ndara pushtetet. Kurse nuk kemi pas një strategji për shembull tash të forcimit një ure me një shtet tjetër. Bashkëpunim nuk kemi pas për shembull as me Shqipnin mjaftueshëm. Është i vetmi kryeministër që ka qëndru që 6 vite në pushtet nuk ka pas asnjëherë rastin me taku një president të Shteteve Bashkuara të Amerikës. Të gjithë kryeministrat që kanë nejtë ndoshta 2 muaj 3 e kanë taku një president të Shteteve Bashkuara të Amerikës. Të mos e taku, mori 51% Dëgjoj, nuk ka gjithçka vota. Tash flasim për vendin. Duke mos e sfidu jo politikisht, mbas ai Dëgjoj tash po flas për rrugtimin e tij. Unë thash kom pas dëshirë me thonë që kem pas këtë zhvillim, ose ne kem pas deklarimet e tij, nuk ju ka qëndru, po hajde i pas ka pas marrë pushtet. Jo xhipat e zi, s'ka kryeministër me xhipat zi më shumë. Përkundrazi, edhe tani si kryeministër në detyrë pishton xhipat e zi. Ç'është pishton xhipat e zi? Për çdo ditë po më zanë ministra. Ata nuk po jam më jep kontribut popullit, po më jep kontribut vetë vendosjes, sepse secili zanë ministër e merr një xhepzi, e merr një zyre, e merr një këshilltar, e merr një asistent, e merr një shofer. Edhe me 100 zanë ministra, ky po do me bu një gard plus diku 500 vet, të paguën prej shtetit, mi qitë teren, mi ashtu nej vot e lëvizjes vetë vendosje për zgjedhje të shtatë qershorit. Nuk kemi po Ridvan për shembull cili korrupsiona u luftu, për shembull. Cili më shumë ka nejt ministrat, edhe kryeshefat ekzekutiv në prokurori gjatë mandatit tine, se sa ka nejt në zyret veta.